Përshëndetje miq. Sot do të flasim për një prej figurave më të rëndësishme të politikës shqiptare, një njeri që la gjurmë të thella në jetën publike të vendit tonë, Bujar Nishanin. Largimi i tij nga jeta tronditi jo vetëm politikën, por edhe çdo qytetar që e njihte si njeri të qetë, të matur dhe profesionalist. Ky është një rrëfim i gjatë që përmbledh jetën, kontributin dhe momentet e fundit të ish-presidentit, duke ruajtur gjithmonë respektin dhe dinjitetin që meriton. Bujar Nishani lindi më 29 shtator 1966 në Durrës, por fëmijërinë dhe rinin i kaloi në Tiranë. Ai u rrit në një familje të thjeshtë, ku vlerat e punës, përgjegjësisë dhe korrektësisë ishin gjithmonë në plan të parë. Ky herët u dallua për karakterin e qetë dhe maturinë që më vonë do ta shoqëronin në çdo hap të karrierës së tij. Ai studioi në Akademinë Ushtarake dhe u formua fillimisht si oficer, një profesion ku rregulli, sakrifica dhe disiplina janë pjesë e jetës së përditshme. Pas viteve 90, kur Shqipëria hapi një faqe të re, Nishani vendosi të angazhohej në politikë dhe administratë. Ai mbajti disa detyra të rëndësishme, nga Ministria e Mbrojtës tek Ministria e Brendshme e më pas Ministria e Drejtësisë. Në këto poste u dallua për seriozitetin dhe qasjen e tij larg deklaratave të ashpra politike. Ai njihej si një njeri që fliste pak, por punonte shumë. Pika kulmore e karrierës së tij erdhi në vitin 2012, kur Bujar Nishani u zgjodh presidenti i Republikës së Shqipërisë. Në atë kohë, vendi po kalonte tensione të mëdha politike, por stili i tij i qetë solli një lloj balancimi në jetën institucionale. Gjatë 5 viteve si president, ai u përpoq të mbante rolin e arbitrit mes palëve, të ruante stabilitetin dhe të jepte një qasje më institucionale ndaj politikës. Shumë njerëz e vlerësuan për hijeshinë e sjelljes, për mungesën e konfliktit dhe për mënyrën elegante me të cilën përfaqësoi shtetin shqiptar brenda dhe jashtë vendit. Por përtej politikës, Nishani ishte mbi të gjitha, bashkëshort, baba dhe njeri i thjeshtë. Shumë bashkëpunëtor e kujtojnë si njeri korrekt, të sjellshëm dhe gjithmonë të gatshëm të ndihmuar. Edhe ata që nuk ndanin të njëjtat bindje me të, kanë pranuar se ai ishte një figurë që respektonte çdo njeri, pavarësisht bindjeve apo pozicionit. Fatkeqësisht, pas vitit 2020, shëndeti i tij filloi të përkeqësohej. Ai u përball me probleme pulmonare të lidhura me komplikacione të mëvonshme pas infektimit me COVID-19. Edhe pse shumë persona e kaluan sëmundjen pa pasoja të rënda, për Nishanin kjo periudhë u kthye në një sfidë të vështirë. Ai u shtrua disa herë në spital dhe mjekët bën çmos që ta stabilizonin, por gjendja mbeti delikate. Në pranverën e vitit 2022, ai u dërgua jashtë vendit për trajtim më të specializuar. Shpresa tek mjekët e huaj ishte e madhe, por komplikacionet kishin avancuar. Familja, bashkëpunëtorët dhe miqtë e tij e pritën çdo ditë me ankth lajmin për gjendjen e tij. Pavarësisht përpjekjeve, gjendja nuk mundi të përmirësohej. Më 28 maj 2022, Shqipëria u zgjua me lajmin e trishtuar se Bujar Nishani kishte ndërruar jetë. Ky lajm u përhap me shpejtësi dhe u shoqërua me reagime të shumta. Politikanë mba të gjitha krahët, institucione, diplomat të huaj dhe qytetar të thjesht shprehën ngushëllimet e tyre, duke e kujtuar Nishanin si një njeri të përgjegjshëm dhe të përkushtuar ndaj vendit. Në rrjetet sociale, shumë njerëz ndan momente, fotografi dhe kujtime të takimeve me të. Shumë e përshkruan si një njeri të butë në komunikim, të arsyeshëm në vendime dhe të përulur në qëndrime. Në një kohë kur politika shpesh përfshihet nga tonet larta, Nishani shfaqej gjithmonë me qetësi, gjë që e bënte të veçantë. Ceremonia mortore e tij u organizua me nderime shtetërore, siç i takon një ish-presidentit të Republikës. Flamuri shqiptar u ul në gjysmështiz në institucione të rëndësishme, ndërsa në presidencë dhe kryeministri u mbajtën homazhe. Familjar, miq, ish koleg dhe qytetar të shumt shkuan për t'i dhënë lamtumirën e fundit. Pamjet e asaj dite ishin të rënda emocionalisht, por edhe plot respekt. Askush nuk foli për politik, të gjithë përkujtonin njeriun. Në fjalimet e asaj ceremonie, shumë prej atyre që folën nënvizuan disa karakteristika të tij: integritetin, qetësinë, maturinë dhe korrektësinë.
U kujtua jo vetëm si politikan, por si njeri i edukuar, i përkushtuar ndaj familjes dhe detyrave shtetërore. Shpesh thuhet se mënyra se si një njeri përkujtohet tregon shumë për jetën që ka bërë. Në rastin e Nishanit, kujtimet ishin të gjitha të respektueshme. Ndarja e bujar Nishanit nga jeta na kujtoi edhe një herë sa e brisht është jeta dhe sa e rëndësishme është të vlerësojmë njerëzit për kontributin dhe karakterin e tyre. Politikën shqiptare shpesh e karakterizojnë debatet dhe ndarjet, por humbja e tij i bashkoi të gjithë në një ndjesi të përbashkët dhimbjeje. Edhe kundërshtarët politikë nderuan, duke pranuar se përtej kritikave, ai ishte një njeri që i shërbeu vendit me ndershmëri. Sot, emri i bujar Nishanit përmendet me respekt dhe historia e tij mbetet pjesë e rëndësishme e rrugtimit të shtetit shqiptar në dekadat e fundit. Ai la pas një shembull të qetësisë në politikë, të një komunikimi të matur dhe të një angazhimi të sinqert për vendin e tij. Largimi i tij i parakohshëm ishte një humbje për të gjithë, por kujtimi i tij vazhdon të jetojë përmes veprave dhe ndikimit që pati.